Deputetët e Partisë Demokratike Flamur Noka, Arben Ristani dhe Aldo Bumçi, për të dytën herë brenda 10 ditëve, vizituan kryetarin e Bashkisë së Kamsës Xhelal Nziu në ambientet e paraburgimit Mine Peza në Tiranë. Disa minuta pasi kanë takuar në qelim Nziun, deputetët thanë se procesi hetimor ndaj kryebashkiakut të Partisë Demokratike është një skenar i montuar politik. Proces i montuar politik, pasi të gjitha rrethanat dhe të gjitha faktet e demonstrojnë qartësisht që mbrapa arrestimit të zotit Nziu kishte një skenar dhe ky ishte një skenar i turpshëm funde krye politik. Vetë fakti që arresti u bë, peta e arrestit u prej në mungesë ndaj një të zgjedhur i vendor, i cili ishte në krye detyrës dhe në zyrën e tij, duke u shërbyer qytetarëve. Vetë fakti që u tentua të përdhoset edhe familja duke sajuar nga kuzhina e Ministrisë Brendshme trillime. Edhe arrestimi i Mziut për ish ministrin e Brendshëm Noka ishte një skenar i përgatitur prej kohësh, pasi kreu i Bashkisë së Kamzës u trajtua si një kriminal nga policia dhe jo si një i zgjedhur vendor. Sipas Nokos, vetëm me arrestimin e të zgjedhurve të Partisë Demokratike, qeveria demonstron qëndrim me dy standarde. Kjo qeveri po përpiqet dhe demonstron që po luan me dy standarde. Nga njëra anë, një i zgjedhur vendor arrestohet si të ishte një kriminal shumë i rrezikshëm dhe dhunohet edhe familja e tij. Nga ana tjetër, një i zgjedhur vendor që është përfaqësues i forcës politike në pushtet del në fotografi me kreun e opozitës për të treguar mbrojtje ndaj drejtësisë. Kjo është fytyra e kësaj qeverie dhe ju bëjmë thirrje të gjithë atyre që kanë montuar të skenar që po luajnë me zjarrin dhe sigurisht kush luan me zjarrin do të digjet shumë shpejt vetë në zjarr. Deputetët e Partisë Demokratike theksuan se çdo veprim i policisë dhe qeverisë po ndiqet me vëmendje dhe të gjithë ata persona që inskenojnë skenare të tilla do të përballen me ligjin. Të dy personat akuzohen